Naim Frashëri, Qerbelaja, kënga e 10. Zoti ynë me ymer u poshën aty shumë herë, edhe shumë fjalë thanë, po punën nuk e ndanë. Pastaj erdhë me ymer dhe shumë shok të tjerë, pa u tha Imam Hyseni: ju zotërinj, si e gjeni? Unë në them mos më ngini, në punën time më lini, të kthehen nga meqeja, a të marr nga Medineja, të ri në punën time, se kam hequr mjaft mundime. Këtu po juve më prut, në këto brengë më shtut, a në dashqi në Sham vemi, se frikë nga njeri s'kemi. Pa të shoh shtot Jeziti, kjo madhëri nga i zbriti, po në qofe këtë herë zvete se është e përzierë. Ju punën tuaj vështoni, edhe bëni si të doni, e cilën të pëlqeni. Kshu u tha Imam Hyseni. Ata fare mirë thanë, fjalën këtu e lanë, Ubejdullaut i shkruan, këto gjithë ja treguan. Po Ubejdi derit i përgjigjet të Ymerit, i thot: ju mos mënoni, Imam Hysenit i thoni, Jezit në përmbret ta njohë, dhe punën e vetë të shohë. Pastaj kartë më dërgoni, e ç'të thotë më tregoni. Ubejdi kështu ki shkruar, djalli qofti mallkuar. Këta me kartët u derdhë, te Imam Hyseni erdhë, kartën në dorë ja dhanë, edhe ç'na thua i thanë. Imam Hyseni tha: unë nuk njoh të tillë punë, botës i dham lirinë duke ngrehur parësinë, të zgjedhën një të parë dhe të urtë, jo të marë. Lakmimet, madhëritë, të ligat, rëndësitë, gjakërat, marrëzinë, mundimet, robërinë, të gjitha i kemi prerë, të së drejtës i dham derë, të paudhat i shtum, ligësit i përzum, njerin e lam të lirë, të bënjë si është më mirë. Këto me shumë mundime u bën e me i dhërime, syfjanasit zunë fron, edhe mëzdinës e qton, me pahir gjithë i rëmbyen, edhe besën e çkëmbyen, njerëzin e mundojen, e rjepin e përbëlojnë, udhën e Zotit e lanë, të pa udhën bes e kanë. Ç'po bëjnë e ç'ka në bërë, juve i dini të tërë. Po ta njoh mbret Jezit në unë, si thoni me të përdhunë, e të bënem robi tia marr pjesë nga ligësia, pastaj gjithë marrëzitë dhe dëmet e pabesit e djallëzinë të tërë merret vesh që unë kam bërë. Po sa të njoh mbretërinë e le shkretë njerëzin, se vëmë mbret ligësitë dhe të parë djallëzitë, djallëzia është vetë, Jeziti në këtë jetë. Pasi le do të mirësit, të bëjnë besë djallëzit, këtë fjalë mos ma thoni, e këto mos mi kërkoni. Unë se njoh, a ju vetë si të doj le të jetë, nuk e lë do të perëndin, e të njoh jezitërin, se sturpërohem në jetë, edhe te Zoti vërtetë, pa vdekjen pjesë kemi ardhur do të vemi, po mos u mundoni kot. Imami këto u thotë. A ju s'kishte shok në jetë, ishte si Zoti vërtet, kishte bukur vetë ti, e të lartë vetë di, zemrën e kishte qëruar dhe fjalën të peshuar. Ata fjalët që dëgjuan Ubejdullaut ja shkruan, pa ju u e bërsua, edhe shumë u ashpërua, thiri shimrë dhilë zeveshna, papa ku e gjeti qenë, që donte jezitërinë, ish armik me njerëzin. Shimrin e shithën e në mire, që ishin fjesht e gërsir, këlyshët e mavijes, të paudhe të pabes, i dërgoj me 1010 kundrejt Zotit të vërtet. U tha, ujët të prisni, edhe të gjithë t'i vrisni, këta ujët e pren dhe më silen të ven. Hëna kishte ditë 7, kur i lanë buzët hatë, dielli të përvelonte, njeriu pa ujë sronte, foshnja të melot po qanin, dhe zitë mjera të mbanin.
Abazaliu del vetë, mori shokë 50, pa drejt ujt u lëshua edhe shumë u zëmërua, tha, e mbani mand një ditë që ishin të dy ushtrit dhe aherë tim atë juve pa ujë e latë. Ai ujët kur e zuri garë si juve nuk e vuri, po u tha të mos harroni, këtë punë ta mejtoni, për këtë ditë e u ka thënë, fjalën andaj e kalan. Ky lum ishte ky fyrati që ja ndaloni timati. Kështu tha i biri Aliut në ushtëri të faqeziut, po ata nuk e dëgjonit dhe ujët se lëshonin. Këta kordët i të shkull edhe më t'i bënë vrullë dhe muar ujë e prunë, po prap ata e zunë. Mije plotë 16 vunë atë ujë të shkretë. Më nesëret edhe njëherë imami kërkoi Ymer, i thanë pa këtë dalë, do t'i thotë 2-3 fjallë. Pa u poshnë me Ymer, imam i tha këtë herë. Ymer, që është kjo rëmuj? Pse s'lini të marrën ujë? Kemi gra, kemi fëmi, ju spasë vetë di, foshnja të srinë pa ujë, pse e bëni a për bujë? Frikë Perëndie s'kini, juve çfarë njerëz jini? Kshu i the të qofsha fal, i duhej thënë kjo fjalë. Kemi urdhër, tha Ymeri, ç'të bëjnë dhe unë i mjeri, se pastaj mua më vrasën, të gjithë në 10 më klasin, më humbasin në përjetë dhe djemtë mi lënë shkret. Kshu tha dhe u ngrit e iku i pabesi ishte armiku. Si iku andej Ymeri i vate atje Berieri, që ish një plak shumë i ndjerë, poqi shokët e Ymer. U tha shumë fjallë plaku, se ish ndezvër gjaku. Ymeri i tha, më dhanë rrijën e ta bëristanë, se let do të mirën time e gjithë këto fitime. Këto fjalë i tha Ymeri, pastaj ju kthye Berieri. I tha, oj mallkuar, si ke për t'i trashëguar, veç nëmën do të meri. Kështu tha dhe iku Berieri. U ngrit Habib Myzahiri dhe 2-3 shokëthiri hipnë në kuaj e brodhë, në fshatra ndimës mblodhë. Habibi që ish veti 3 mblodhi shokë 90, po armikët e mësuan, shumë ushtarë dërguan, pa udhën u aprenë, nuk donin në t'i lenë. Pastaj u zu luftë e shkret, e u vranë disa vetë, nga ndihmësit shumë ranë, të pakët u përndanë. Habibi me shokët iku, nuk e zuri dot armiku. Erdhe prap aty tek qenë, nuk e lan Imam Husein. Hënë e shkretë kishte 8, nata po vinte e qetë, e dëgjuan njerëzia që mbet pa ujë fëmia dhe të trima pshatarë, njerëz me bese të parë, në gjitha të rëmuj u prunë fshehtazi ujë. Njerëzit këta i pan, i njohë në cilët janë, ata më nuk qëndruan, po lan ujët dhe shkuan, ish e gjallë njerëzia, po se li jezitëria. Njerinë, Zoti vërtetë, nuk e lë dhe fare shkretë. Më nesëret 9 hëna, po afëroj e thëna, Shimri kartë kishte shkruar, Ybejdit ja kish dërguar, e i thoshte për Ymer, s'do t'i shtrëngonj e t'u bjerë, se harojnë miqësin e të etë që kish me Alin. Po merr një kartë Ymeri nga Ybejdullah shpirtderi, i shkruan fort t'i shtrëngoni dhe dendurët i rrethoni, as të hynë, as të dalë njeri, as të thotë fjalë, rreth e rrotullët të vini, ujë fare mos u lini. Pa ti Ymer në ke frikë, lerë Shimrin dhe ikë. Kështu i shkroi Ybej shpirtderi, pa u trem shumë Ymeri. Pa po me vrapa të dit i përhapi ushtrit, e rrethuan Qerbelan, njeri të vi nuk lan. Jetë e zez o jetë e shkret, që s'ke gjëzë të vërtet, ajo fëmijë e uruar, që njerin e kish ndrituar, të heqë kështu të këqia, pse i duroj Perëndia? Gratë e foshnja të poqanin, lotës mund një në timbanin, burat të gjithë po rrinin, fundin e punës se dinin.
Imam Hussein e Brengëshumi u pështet pak e zuri gjumi në ëndra pa Perëndin, edhe Muhammed Alin, edhe Mama Fatimen, gjithë të mirë të qenë. Pa edhe Imam Hasan që i ri Fatimes pran, e pa të atë jetë thron e Zotit të vërtet, angjëllit duke qarë me fytyrës të vrarë, me njëherë gjithi thanë, po të presim me këtë anë. Imam Husseini u zgjua, nga ëndra u gëzua, po më pastaj pëshërëtiti, po si shi një loti zbriti, Zejnepa edhe Slyma, të dyja ngrinë si bryma, që ishin motorat e tia të ardhura nga Perëndia, pa i mblodhi gjithë gratë edhe zuri fjalë të gjatë, u tha. Të kini durime, të jini si burra trime, puna si do që të ngjajnë në një nga ju të mos qajnë. Neve na dha Perëndia kaq shumë të këqija që të shoh sa durojmë, e gjerë më të zhvend e besojmë. Na dha të këqija Zoti si dhe të tjerët që moti, që pas këtaj njerëzia kur të heqin të këqija, të mos thonë që s'na deshi Zoti, po na therrë beshi, për njerinu përposhmë, edhe nga njeriu hoshmë, të këqija që pam njeriu të mësim ja lam. Unë i falem Perëndis, që a bëri njerëzis mundime tona pasqyr, t'i ketë më çdo mëndzyrë, brengën tënë të rrëfejnë, shpirtin ta përdëllejnë, andaj dhe ju të duroni, si në mesim t'i tregoni, se i duhet njerëzis që i beson Perëndis, zemrën mos e ngushtoni, dhe Zot në mos e harroni, sa do të rrojmë në jetë, shpëtojmë nga vdekja shkret. Imami tha këto fjalë, dhe pushoi i qofshin falë. Aher një i mallkuar nga armikët del kaluar, imamit i tha ca fjalë, po kur trembet a ju kalë, pa iku dhe e mori zvarë, cop e bën e selefare. Armikët çudin e pan, po djallëzitë si lanë. Prap imami fjalën zuri, nër zemra durim shturi, Shehre Banun e kish grua, që i van lotët si krua, ish njeri i Perëndis, bi e mbretit të Persis, dita po ngrysej e shkreta, nata po vi këmbë qeta, Ubejdi i mallëkuar prap njerëz i kish dërguar, pas urdhrit që e prun armikët luftën zun. Imami s'doj të luftonte, nxori Abaz u tha, sonte s'mbet të kohë që të luftojmë, gjerë nesërën të mënojmë. Armikët së pari s'deshna dhe fare si vunë veshna, po pastaj dhe ata e pan, që unë grys e luftën e lan. Imami u tha, pa mik në burrat dhe gratë u ndihnë, rreth tëndëve të dhen e hapnë, e bën të thellë trapnë. Pa hodhë shkarpa e gjëmba, që nuk i shkelte do të këmba, një derëzë vetëm lan, pa gjithë imamit i van. Zoti ynë atë natë shokëve të udhaurat, u tha fjalë fort të mira e për jetë të pavdira, pa u tha pastaj talen. Dhe të ikin e të ven, se më qafës mund t'i marë si kush të shkojnë më parë, ata nuk ikim thanë, dhe gjithë ndë këmbi ranë, neve me ty do të vdesim, pas te s'duam të mbesim, i thanë gjithë edhe qanë, pastaj gjithë bashkë vanë, të vërtetit Zot ju falë, me zemrë, jo me fjalë. Naim Frashëri, kënga e 10. Qerbelaja. Mëngjeset nga i, kur këndon
Nxitoni të regjistroheni tek Kludha e Shkronjave, organizatore e Olimpiadës Kombëtare.